Një rast i rëndë është regjistruar ditën e sotme në zonën e Belshit, ku një drejtues mjeti që transportonte zënës është konstatuar duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Sipas informacionit paraprak, ndërhyrja erdhi pas një telefonate të bërë nga një qytetar në sallën operative të Cerrikut. Menjëherë shërbimet e postës së policisë Belsh, në bashkëpunim me patrullën e komisariatit Cerrik, organizuan kontrollin dhe bën të mundur ndalimin e mjetit tip Benz Sprinter me targa AA 198 FR, që po qarkullonte në aksin Belsh-Gjolena. Në drejtimin e mjetit ishte shtetasi Sazania Shar Gjolena, 53 vjeç, banues në Gjolen, i cili transportonte 13 nxënës të gjimnazit Sami Frashëri. Pas verifikimeve përkatëse, policia i nështroi drejtuesit të mjetit testit të alkoolit në 2 prova, të cilat rezultuan përkatësisht 0,68 mg per litër dhe 0,67 mg per litër, duke konfirmuar se ishte në gjendje të dehur.